Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Ne sa u kthem në shtëpi, kemi qenë pak tek Jusk. Djalin e zuri gjumi në makinë, e vendosa te krevati. Ai la sot edhe pse është e premte, është pushim, se ka festën e kopshtit sot që mbaron, edhe kështu. Në Jusk vajta se doja të blija disa mbulesa për divanet, se këto batanie tani bëjnë shumë vap, një të ndezin. Kështu që vajta me shpresën që të gjeja ndonjë mbules të freskët. Pam disa çarçaf, nuk ishte mbulesa, ato ishin çarçaf, edhe nuk i mora se duam që të shikojmë një herë, t'i masim divanet, edhe të shikojmë se kush mas përshtatet për ta. Kështu që po, do marrim ato, besoj se do i matim dhe do i marrë Bori, do vej ai vetë, se me fëmijë nuk vjet më. Kështu që po, nuk dolëm pa gjë fare te Jusk, ka që pati gjuminja sona, nuk do të flerë më, po s'ka problem. Edhe kështu, po ju tregoj tani, po më la, shpejt e shpejt gjërat që ka marrë. Shumë pak gjëra mora. Ka marrë këta sfungjeret për në tualet, sepse janë të mirë, janë të vegjël. Ka marrë këtë kornizën me këto limonat, e dua për tek vendi ku kam ekspresin. Një tjetër, por nuk kam këtë panoram, nuk kam figurën të përshtatshme për tek ekspresi. Edhe nuk isha përmbarë që të printoja në tjetër, kështu që e mora këtë se ishin goxha lira atje. Morëm dhe këtë tjetrin, e duam për një foto të Ailës, por është e bardhë, foton të të kemi të zezë, do i shikojmë, do i rregullojmë. Bateri, sa arvemi të Jusku marrim bateri. Mora dhe disa peshik për të kuzhina, se nuk e di pse po më bën me shumë njolla, edhe nuk ikin, kështu që i ndërroj shpesh, dhe po, këto ishin 2 euro, shumë lirë. Edhe pendohem që nuk mora dhe një pako tjetër ta kisha aty rezervë, se kush e di kur vete më. Tani në vap një herë të lëvizësh me fëmijë në për dyqane nuk vet fjalë. Vetëm ja lëvizja që mund të bëjmë është vetëm plazhi, se është shumë vap edhe nuk durojnë qajnë, sidomos jasona shumë i vogël edhe nuk është për këto dyqanet edhe për këto vendet e tilla. Edhe kështu, unë tani do filloj të sistemoj shtëpinë po me la, djali se është grindur goxha sot, edhe pastaj dua të bëj dush, se do vemi me Ailën tek festa, Aila është për në pishin, pastaj do vemi tek festa e kopshtit. E kështu, i ka tani, do ju hap më vonë, t'ju tregoj gjërat tjera. Gjejeni pak. Unë Ailës për këtë festën e shkollës i kisha vlerë një fustan të bukur roz para disa ditësh, por tani marr vesh që duhen një palë gjinse dhe një bluzë e bardhë që të vishen. Nuk e dija, nuk e kam dëgjuar që të thoshtin ndonjëherë atje kur merrnin fëmijët mësueset. Kështu që më duhet të iki tani urgjent tek dyqani të blej një palë gjinse, se nuk i kam, se nuk i vesh, nuk i ka pare qef. Edhe t'i blej dhe një bluzë tjetër të bardhë, ta shikoj ndonjë ndryshe nga këto që ka. Kështu që nuk e di, do e marrë djalin në për gjumë e do ikim, se mbyllën dyqanet, më duket në orën 3. Kështu.
dita tjetër. Unë jam në tualet sepse po bëj rutinën time, mbasi bëra disa punë, jo të gjitha se kam shtëpinë goxha rrëmuj dhe nuk e arrita do të mbaroj të gjithën. Vendosa dhe djalin në gjumë se u gritë shumë, edhe po tani të bëj rutinën, do ha mëngjesin dhe do ikim në plazh, se është e shtunë edhe filloj një vap këtu, që të them, ka kaluar 30 gradë, kështu që po. Dje kishim festën e shkollës Ajlës, si që thash, edhe do ju flas kur të vi, se si ja kaluam, por për momentin mund të them që në përgjithësi ja kaluam mirë. Pastaj të tjera të gjëra pa kënaqësi do ta them pastaj. Kështu. Tani do vendos dhe kremin e diellit edhe do bëj çantën e plazhit gati se akoma se kam bërë, vetëm çantën e djalit kam bërë gati, do ndërrojmë se jam me pijama akoma edhe pastaj do ikim. Kështu që ika mos të vonojmë se do më gjatë djali dhe nuk pëjdo të asgjë për të ndërruar, sepse ka ca ditë që vetëm grindet, ndoshta ndikon dhe vapa. Kështu që ika. Përshëndetje, unë tani po editoja videon dhe shikoj që një pjesë më është fshirë ku shpjegoja që çfarë ndodhi këtë festa. Dhe pjesët që janë si pa kuptim, nuk do të kuptoni dot që. Po flisja se ne kishim paguar nga 8 euro, ne kishin kërkuar mësuesët për të blerë ata, nuk e di, pica të vogla e gjëra dhe të bëj një si punë bufeje që mbasi të mbaronin fëmijët këto skeçet që kishin, do konsumonin diçka sepse ishte vap. Edhe do pinin ujë, do pinin jamit e gjëra të tilla. Dhe këtu e kisha muhabetin, si përfundim fëmijët hëngrën shumë pak sepse ua shpjegoj dhe më vonë që çfarë ndodhi. Kam shumë memori në telefon, nuk e di pse dhe prandaj ndaloj 100 herë. Edhe vajtën disa nëna atje, ndoshta kishin dhe fëmijët pak më të vegjël të tjerë. I hapën, filluan të hanin, lanë një shije shumë të keqe, se ato ishin për fëmijët, do mbaronin fëmijët e do minin nga një gjë në dorë dhe do ikin në shtëpi. U tha njëherë një mësuese që shikoni se po I mbaroni të gjitha janë për fëmijët, po shumë shije keqe, shumë të këtë nuk e di. Dhe ishte pak kështu, se nuk e di, po thanë që jo I hapën për fëmijët e tjerë që kishin. Tani ti, do vish me fëmijën tjetër, shko supermarketit tek kopshti I Ajlës, supermarketi është ngjitur, do me thënë edhe një hap edhe mund të shkosh t'i marrësh fëmijës diçka dhe të ulet fëmija, mos të bëj zhurëm. Disa fëmijë vinin tek fëmijët e tjerë që po performonin, I bezdisnin, mësueset shumë në siklet ndiheshin. Dhe kjo ishte, nuk ishin shumë përgjegjësi prindrit që t'i mbanin fëmijët, t'u blinin diçka qoftë t'i mbanin aty urt. Jo, nuk e di, kjo ishte vetmja gjë që nuk më pëlqeu. Me pak vones, sepse ishin disa performanca, disa skeqe për të bërë, edhe më shumë që u lodhën fëmijët, edhe jasona fleti pak, pastaj u zgjua dhe nuk flinte më nga dorë trokitjet, nga muzika, nga të gjitha. Nuk është më aq I vogël sa që e vën në gjumë dhe flë dhe të ndodh çfarë të ndodh, nuk zgjohet. Tani e ka gjumin shumë të ndjeshëm edhe kështu që po. Edhe kështu, Ajla ka dhe një javë kopësht dhe pastaj e mbyll përfundimisht për verën. Që do bëj, nuk është shumë problemi madh që do rri në shtëpi, ja do bëj rrëmuj siç ka bërë sot. Nuk e di si do filmoj me 2 fëmijë, se ja flasun tani, ajo flet atje, luan, bën, edhe nuk e di sa dëgjohem, nuk e di sa do filmoj tani. Planet për verën
do t'ua tregoj javën tjetër që si do funksionoj. Di që nuk do kemi pushime deri tani, s'kemi vendosur dhe kemi për jo se me 2 fëmijë në këtë vap nuk e di, po do marrë rrezikun që të iki diku. Sot nuk u ka marrë fare se kemi qenë në Athinë bashkë me fëmijët, kemi bërë pak të xhambua, se kishim mungesa të plazhit si karrige, çadra, ne nga që nuk vemi në vende me shezllona, marrim karrige vetë dhe shkojmë diku ku ka shumë pemë. Edhe plazhi shumë i mirë për fëmijë, e ke shumë të lehtë që ta kontrollosh ajnën, domethënë. Edhe kështu që po në dëshin karrige dhe shkom në xhambo. Që filloj tani. Jepja vllajin tani. Edhe se ka të duarë shatani. Në jepja dhe një herë tjetër. Po, filloj shpejt t'ju tregoj çfarë blem në xhambo, se nuk e di pse po më grindet shumë djali edhe nuk e di sa do më lërë që të tregoj. Mora këto kupat plastike, janë 6 copë në madhësi të ndryshme, si që shikoni mos t'i hap se do bëhet të rëmuj më shumë se ç'është. Kështu që po, këtu janë 6 copë dhe i marrim për në plazh. Nuk mund të marrë qilç në plazh sepse thyen dhe janë shumë të rënda, kështu që përdorim këto. Ne kemi një pishin që e hapim tani në verë, kështu që na doj një filtr për të dhe e marrëm. Nuk e di si funksionon, burri merret me to. Dua që t'i bëj ajnës akullore në shtëpi, mos e bëj më. Dhe kështu që mora këto format prej silikonit, janë kështu, po e shikoni, mos t'i hap dhe këto. Prej se nuk duke. Ja, janë kështu. Nuk i mora plastike sepse ka marrë shumë më përpara plastike dhe gjithmonë edhe gjithmonë mungelet akullonja brenda nuk ikon. Kështu që i mora silikon dhe hapen këto, sidoqoftë. Edhe prenda i mora silikon janë shumë më të kollajshme. Uroja nuk si kam provuar ndonjëherë. Një libër për Ajlën i bën koleksion këto. Edhe ja lexon burri se ai lexon mirë greqisht, unë tani kam filluar pak. Kemi marrë dhe një nga këto termosat për ujin, sepse tani që fillon vapa ne pim shumë edhe nuk dua të ngelemi pa ujë atje, më kollaj është me këto. Edhe e mban dhe më ftohtë ujin, se sa ato bidonat ngrohen kollaj atje tek plazhi. Kështu që po morëm këtë 5 litra në mjafton. Mora dhe për djalin këtë punë çadre, nuk e di si është, që hap pak një grop të vogël dhe vendos këtu dhe i hedh ujë dhe luan. Dhe po shumë pak kishin ngelur e kishin marrë goxha dhe vetëm kjo ngjyrë ishte. 2 karrige, kemi marrë dhe një çadër. Do t'ua tregoj në një vlog tjetër në det sepse tani nuk i kam këtu. Tani do t'ju tregoj dhe pjesën tjetër të ngelur. Nuk e di pse po burri ka marrë 2 filtra. Nuk e di. Duhet ta pyes atë për çfarë i ka dashur 2 filtra dhe a janë njësoj apo jo? Nuk e di. Marrë dhe një palë shaka dhe pse këto nuk rezistojnë shumë, gjithsesi më duken të lezetshme. Nuk e di, ka marrë burri këtë për të karikuar telefonin, ati është prishur. Periudha më e vështirë për neve është tani, sepse nuk e di pse po grindet shumë djali këto kohë. Nuk e ka vetëm nga dhëmbët, se vërtet do të fut shumë gjërat në gojë, po ndoshta edhe nga vapa,
me zi flegjum, me zi, nuk e di sinqerisht. Edhe na ka lodhur shumë kjo pjesë. Nejse, mora këto, si thon, mora këto 3 set për të vendosur shampo edhe gjëra të tilla. Unë dua për Ajlën të paktën një, sepse edhe në verë do vej në pishin, edhe i duhen për shampon e saj, se ka shumë të madhe dhe tek ajo çanta e merr të gjithën, kështu që do t'ja hedh tek një nga këto. Kam marrë Ajla këtë për në plazh. Kapelet e burrit për në plazh. Këto për miza dhe mushkonja. Po filmoj pak me telefonin e parë që kisha, se nuk e di pse po më tregon, nuk ka memori në telefon. Kështu që tani sa vendosa djalin e gjumë dhe do ju tregoj dhe pjesën e ngelur që kemi blerë në Jumbo. Janë këto kupat prej xhami. Këto janë, këto i ka marrë për djalin kur të vemi në plazh dhe për shembull do jetë ora e drekës, ti e fut në këto edhe ti ket. Shapka për burrin. Edhe një palë rroba plazhi, është herë e parë që merr të Jumbo, nuk e di, duken si materiale mirë të shohim. Kishte marrë burri me Ajlën se unë edhe Jasona në vendet tjera ku doja unë disa gjëra dhe Ajla me burrin në vend tjetër. Dhe kishin marrë këto gotat. Këto për të 3 ne për në plazh. Tjetër shapka për plazh për burrin. Mora për Jasona në disa nga këto për tek vraska, se nuk i kisha asnjë, edhe thash ti me ja 3 tilla. Edhe një tjetër, si që thash, nga fundi, se po mbarojnë gjëra. Këto të dyja pas kam marrë, nuk e kam marrë atë të pak më të voglën, se kam aty që kam marrë set edhe janë disa të vogla, kështu që vetëm këto të dyja kam marrë. Mori Ajla shapka me këtë peshkaqeni. Mora këta vathat tu prej zemre. Në fakt unë këto bijut vath ma krijojnë alergji. Blejdet nga Temu dhe Shein, po përsëri mbaj aty rria, sepse mua nuk më bëhet plak veshi, por nejse thash ti provoj ndonjëherë për ndonjë foto. Prandaj nuk më shikoni me bizhu, me gjëra të tilla, se kam këtë problemi. Mora dhe këtë për flokët, për bish, tani në verë të ngjaj shumë e lezetshme. Kam marrë dhe burrin një për mushkonja. Tete Jumbo ka shumë si këto, po kanë arom shumë të fortë. Kanë gjerë dhe 3 të fundit. Një të kavanozi me këtë yllin këtu, edhe këtë që nejse, mund ta bëj edhe vetë, po tani me fëmijë nuk arri dot të mbaroj punët, jo më të merrem me këto gjëra. Kështu që e mora. Edhe them të hedh guaska që kur i mbledhim ose nuk e di në det, do të jetë shumë e bukur. Edhe po, mora. Një tjetër kapele për burrin. Edhe e fundit është ky frigoriferi për në plazh. Çfarë kemi harruar tjetër? 2 lodra për djalin për dhëmbët, 2 libra për djalin, kam marrë dhe Ajla një libër, po tregova një, më duket kam marrë dhe një tjetër me stike. Edhe kështu, këto ishin dhe blerjet tona. Tani unë do ngrihem, do gatuaj, kam nxjerr një zok dhe do e bëj. Nuk e di, më duket me patate në furnë mendoj. Edhe tjetër do filloj të bëj punët sa të më lëmë fëmijët. Kështu, unë mendoj ta mbyll këtu këtë video, mos ta zgjas shumë se dhe
ky edhe hauli ishte shumë i gjati, kështu që mos harroni të bëni subscribe, like, po të doni, dhe ne do shihemi në video tjetër, mirëpafshim.